Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellë pranë jush ngjarjet më të fundit se çfarë po ndodhen në showbizin shqiptar. Do të ndalojmë tek Arbana Osmani, moderatorja shumë e dashur e Big Brotherit ndër vite, ka sjellur ditën e djeshme një histori të saj në X Factor. Ajo ka treguar dhimbjet shpirtërore, ka treguar atë se çfarë ka kaluar dhe për herë të parë ka shuar pikpyetjet e publikut në raport me punën e saj si moderatore në Top Channel dhe në Big Brother. Arbana Osmani thot po humbisja veten time, një rrëfim emocionues të guximshëm para 2 vitesh u dorëzova, thot. 2 vite më parë, ndoshta në këtë orë në një studio të madhe me shumë drita, në programin që kishte mbërthyer shqiptarët brenda dhe jashtë kufijve. E vetmja gjë që mezi po prisja të ndodhte ishte që ai program të mbaronte. Isha në pozicionin më të lakmuar që një prezantues televiziv mund ta kishte. Audiencë maksimale, sukses i jashtëzakonshëm, rroga me shumë zero, kontrata marketingu, tituj portalesh, afër mëndësh, kushdo që ishte afër meje ato kohë dhe dëgjonte që thosha se vitin tjetër nuk do t'isha më në prezantimin dhe drejtimin e Big Brother, më thoshte se po ja fus kot, se po bëj shumë gabim. Se është maja e spektaklit, se do t'ishte fundi i karrierës time, se do më mbylleshin të gjitha dyert në top, se nuk ka asnjë njeri të pazëvendësueshëm, se do të pendohesha. Natyrisht, një pjesë dolën të vërteta. E pavarësisht korit që kisha kundër në atë kohë, unë vendosa të largohesha. Jo pa keqardhje, por se po humbisja diçka më të rëndësishme se suksesi, ambicia dhe parat. Se po humbisja veten time. E megjithatë, para 2 vitesh u dorëzova. U largova nga ajo studio e madhe zembërthyer. U largova duke menduar nëse kolegët e mi do të më shkruanin apo do të më flisnin. Ika dhe nuk kisha asnjë plan B. Asnjë. Nuk dija se çfarë doja, por dija se çfarë nuk doja dhe me kaq më mjaftonte. Kisha shumë frikë, por frika për të ndryshuar nuk ishte më e madhe se frika për të qëndruar. Por e mundi, dal nga dal rikuperova kohën me fëmijët e mi. Shijova jetën reale. Kam filluar ta bëj punën që në 14 vjeç, jo për të bërë e famshme, por se më buronte, se kam dashur të komunikoj me publikun, pavarësisht se nuk kam qenë imazhi perfekt i bukurisë në televizion. Kisha atë gjatësinë, ecjet, duart i mbaja keq, akoma i mbaj keq. Unë prap kam bërë në televizion gjithçka që kam dashur. Jo gjithmonë ja kam dalë, por nuk jam dorëzuar asnjëherë, se prindërit më kanë mësuar se duhet të luftosh për atë që do, të qëndrosh edhe kur thyesh. Atë që s'ka lidhje me followersat, me grimin, duke ikur nga suksesi në syt e publikut, po njihja një sukses krejtësisht të ri. Jo rehat, por pa atë ndjesinë që të mbyt, që nuk të lë të lirë, një dhuratë që po i bëja vetes time. Jeta ka mënyrën e vet për të treguar se duartrokitit e audiencave të mëdha ishin zëvendësuar me ato të fëmijëve të mi. Ne nuk jemi në këtë jetë për të qenë të përsosur. Nëse thyemi, të ringrihemi më të fortë, në kërkim për sukses, këshilla ime është mos humbim dritën tonë. Unë kam zgjedhur të jetoj jetën time dhe jo pritshmërinë e të tjerëve. Ndoshta kjo është forma më e pastër e guximit, thot Arbana Osmani. Unë kam zgjedhur të jetoj jetën time dhe jo pritshmërinë e të tjerëve. Ndoshta kjo është forma më e pastër e guximit. Arbana Osmani mbrëm për herë të parë ka folur për
ndjesitë shpirtërore të saj, për atë që në fakt atë e tangonin gjatë gjithë kohës. Ajo tregoi që kishte arritur kulmi më në jetën e saj dhe nuk mundeshte më t'ia del, nuk mundeshte më ta përballon, nuk mundeshte më ta jeton atë moment që në fakt kishte mbërthyer zemrën e të gjithë shqiptarëve, kishte bërë për vete një opinion të tërë. Dhe Arbana këtë gjë bëri. Arbana me shumë dashuri e sqaroi dhe e shpjegoi në çdo pika dhe në çdo detaj. Dhe ajo sot është shumë e lumtur. Arbana sot është e lirë, Arbana sot vepron, Arbana sot sjellën një emision shumë të bukur në kanalin zyrtar të YouTube-it të saj. Dhe sot Arbana është pranë fëmijëve dhe po punon për vete. Unë uroj me zemër që të shikojmë një rikthim të Arbanës në një televizion, por siç duket, Arbana Osmani nuk do të bën më një rikthim të dytë, ajo për nder dhe respekt të Alketa Vestiut u ringjit përsëri në atë skenë gjigande, po me shumë drita, po me shumë njerëz, po me shumë imagjinat, po me shumë vepër brenda që në fakt e bëri Arbana Osmanin që të jetë e veçantë. Dhe sot Arbana Osmani flet me krenarin më të madhe. Nëse dikur të gjithë do t'i thonim që do të mbyllim dyert edhe ti do të mbarosh këtu, imazhi i saj, personaliteti i saj, emri i saj, njeriu i saj, vepra që Arbana ka bërë në jetën e saj, në asnjë mënyrë nuk do t'ia mbyllte dyert dhe nuk do ta linte në atë gjendje. Unë ju uroj shumë suksese Arbanës dhe falenderoj shumë për sinqeritetin dhe transparencën që pati me publikun për këtë rrëfim kaq të bukur dhe kaq të ndjerë në jetën e saj private.